Jam falënderues for the privilege to pray. për privilegjin e lutjes And I'm thankful that I can come to the Lord and talk to Him freely. dhe jam falënderues që mund të shkoj te Zoti dhe t'i flas lirisht. And only by Jesus made that possible. Dhe vetëm nëpërmjet Jezusi e bëri këtë të mundur. And I remember when we first started the church in 2021. Dhe më kujtohet kur e filluam kishën në 2021-shin. At first we only preached on Sunday mornings. Fillimisht predikuam vetëm të dielave në mëngjes. And then we introduced our Wednesday night services. Dhe pastaj filluam me të mërkurave mbasdite. September 2021. Në shtator 2021. And we had one guest on our very first Wednesday night service. Dhe kishim një mysafir në të mërkurën mbasdite. And that was Miss Balbona. Dhe ishte zonja Valbona. And and Dion, we had two guests. Ishte edhe unë gjithashtu. All right, and praise the Lord for that. Edhe lavdi Zotit. And I remember almost everybody in the congregation coming to me. Dhe më mend që pothuajse të tërë në kongresi erdhën tek mua. Because during those Wednesday nights I was preaching on the subject of prayer. Sepse gjatë atyre të mërkurave po predikoja për temën e lutjes. And even Miss Valbona was one of them. I'm not trying to embarrass her. Dhe gjithashtu edhe zonja Valbona ishte një nga prej tyre. And Miss Airy. Dhe gjithashtu zonja Eri. And she said, Brother Ben, Dhe ajo tha, vllai Ben, is it okay for me to pray? a është në rregull nëse unë lutem? And this was such a strange Dhe kjo ishte një pyetje çike çuditshme question to me. për mua, But I understood it immediately when she asked. por unë e kuptova më njëherë kur ajo e bëri këtë pyetje. Because the devil had put so much false religion around us here. Sepse djalli ka vënë aq shumë fe të reme përreth nesh këtu. And they tell you that you have to have a man to pray to God for you. Dhe të thonë që duhet të kesh një njeri që t'i lutet Zotit për ty. And I hate to say this, but it's the truth. Dhe urej ta them këtë, por është e vërteta. There will be a judgment one day for these people. Do të jetë një gjykim për këta njerëz një ditë. Jesus died to set you free. Jezusi vdiq që t'ju çliroj juve. And so that you could talk to him whenever you needed to talk to him. Që ju mund të flisni me atë kur ju duhet. And your prayer life is your walk with God. Dhe jeta juaj e lutjes është ecja juaj me Zotin. And if you do not spend time in praying to the Lord, Dhe nëse nuk kaloni kohë në lutje me Zotin, then you are not walking with him. atëherë nuk po ecni me të. And so he loves to hear from us. Që ai do që të dëgjojnë nga neve. And the truth is, he doesn't hear from us enough. Dhe e vërteta është që ai nuk dëgjon nga ne mjaftueshëm. And may God help us in these things. Që na ndihmoft Zoti në këto gjëra. And well, tonight we'll be back in book of James, chapter number 5. Këtë natë do të kthehemi tek Jakobi kapitulli 5. And we are working through the last chapter of the book of James. Dhe po lexojmë kapitullin e fundit të librit të Jakobit. And I am praying, started praying this week about what to do after we finish James. Dhe fillova të lutesha këtë javë për çfarë të predikojmë pasi të mbarojmë me Jakobin. And so you help me pray for that. Që më ndihmoni të lutem për këtë. I have several things on my heart to do. Kam disa gjëra në zemrën time për të bërë. But to be honest, I don't care about what my heart wants. Por të jemi sinqert, nuk më intereson se çfarë do zemra ime. I just want the will of the Lord. Thjesht dua dëshirën e Zotit. And so whatever he wants will be much better than what we want. Që çfarë do ai është më mirë se çfarë duam ne. And so please help me pray for that. Ju lutem më ndihmoni të lutem për këtë. All right. Well, let's read our text tonight. Le të lexojmë shkrimet sot. James chapter number 5. Jakobi kapitulli 5. And we will begin reading in verse number 1. Do të fillojmë të lexojmë nga vargu 1. All right, there it is for you. There you go, buddy. Eja tani, o ju të pasur, qani e ulërini për mynxyrat që do të vinë mbi ju. Pasuritë tuaja janë prishur dhe petkat tuaja e kanë ngrënë tenja. Ari dhe argjendi juaj është zgjyrosur, ndryshku i tyre ka për të qenë dëshmitar kundër jush e do të haj mishin tuaj si të ishte zjarr. Keni grumbulluar tokë thesare për ditët e fundit. Ja, në ditja e argatëve që kanë korrur fushat tuaja, të cilën ua keni mbajtur me hile, thëret, dhe britmat e atyre që korren ka hyrë në veshën e Zotit të Sabaothit. Ju keni jetuar në kënaqësi mbi dhe e jeni nga shëngjyer. I keni ushqyer zemrat tuaja si në ditën e thërjes së Baktisë.
Ju e keni dënuar dhe vrarë të drejtin, ai nuk ju reziston. Tonight, I want to preach about empty promises. Sot do të predikoj mbi premtimet bosh. Now, what we've read tonight is a very sad text. Tani çfarë kemi lexuar është një shkrim tepër trishtues. There are people that James is writing to Këta njerëz që Jakobi po ju shkruan, that were very wealthy people. që ishin njerëz shumë të pasur, But instead of using these blessings for good, por në vend që t'i përdorin këto bekime për të mirën, they were using them for the world, ata po i përdorin për botën, and some were using them against the people of God. dhe disa prej tyre po i përdorin këtë pasuri kundër njerëzve të Zotit. But you have to understand this tonight. Por duhet të kuptoni këtë. The wealth was not the sin. What? The wealth, the riches that they had. Pasuria nuk ishte mëkati. They were not lost because they were rich. Ata nuk ishin të humbur se ishin të pasur. They were lost because they placed all of their confidence Ata ishin të humbur sepse vënë të tëra konfidencat e tyre into their riches from the world. në pasurinë e tyre të botës. Now we know that the Bible says in 1 Timothy, Na e dim që Bibla thot te 1 Timoteu, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they've erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. se dashuria për para është rrënja e të gjitha të këqijave, e ndërkohë që disa lakmonin pas saj, ata gabuan dhe të shqepuar nga besimi dhe të shpojnë veten me shumë pikullime. All right, this proves our entire text tonight. Kjo vërteton të tërë shkrimet tona sot, And James in our text is giving the reader a warning. dhe Jakobi po jep lexuesit një paralajmërim. Many times when a Bible reader or someone studying their Bible reads this, Shumë kohë kur njëri që lexon Biblën ose studion Biblën e lexon këtë shkrim, they would rush past this text do të largohej nga ky teksti because they think it is speaking to lost people. sepse mendojnë se po flet për njerëzit e humbur. They will neglect the message that it brings. Ata do ta neglizhojnë mesazhin që ajo sjell, But the lesson extends also to believers. por ky mesazh gjithashtu është edhe për besimtarët. All right? It shows us the worthlessness of all earthly riches. Na tregon pavlerësinë e të tëra pasurive toksore. And it shows us the character of most people Dhe na tregon karakterin e shumë njerëzve who possess those riches. që kanë në pronësi këto pasuri. Let's look at first tonight Le të shikojmë së pari at a strong warning. një paralajmërim të fortë. Let's read verse number 1 again. Le të lexojmë vargu 1 përsëri. The Bible says, "Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you." E jani tani, o ju të pasur, qani e ulurini për mynxyrat që do të vinë mbi ju. Now, James starts the text by saying now. Jakobi e fillon shkrimin duke thënë tani. All right? It is to grab the attention of the person reading. Është që të marrë vëmendjen e lexuesit. Now, before we go forward, Tani para se të ikim parë, I want to repeat something that I already said. dua të përsëris diçka që e thash. The Bible does not speak against being wealthy. Bibla nuk flet kundër të qenit i pasur. That's not what this text is about. Nuk është mesazhi i këtij shkrimi. It is about how the use of this money and how they gained it. Është si përdoret kjo pasuri dhe si e arritën këtë pasuri. The Bible is filled with people who are wealthy. Bibla është e mbushur me njerëz që janë të pasur. You can use Solomon for an example. Mund të përdorni Solomonin si një shembull. The Bible says that the Queen of Sheba Bibla thotë që mbretëresha e Shqipës came to see Solomon in his temple. erdhi që të shikojë Solomonin në tempullin e tij. And when she looked at the things of Solomon, Dhe kur pa gjërat e Solomonit, the Bible says that her breath was taken away. Bibla thotë që fryma e saj u mor. Of how wonderful the things of Solomon were. Dhe sa të mrekullueshme ishin gjërat e Solomonit. But being wealthy can be dangerous if that person is not careful. Por të qenit i pasur mund të jetë e rrezikshme nëse ai person që është i pasur nuk është i kujdesshëm. Possessions can have a strong power over any person. Pronat mund të kenë një fuqi të maramëndse mbi çdo kë. This is the reason that Jesus says this in the book of Matthew. Kjo është arsyeja pse Jezusi i thotë të në librin e Mateut. You can just read that there. Atëherë Jezusi u tha dishepujve të tij, me të vërtetë ju them, një njeri i pasur vështirë të hyjë në mbretërinë e qiellit, dhe sërish po ju them,
Është më lehtë për një deve të shkojë përmes syrit të gjilpërës sesa për një njeri të pasur të hyjë në pretërinë e Perëndisë. I don't think I've ever seen a camel go through something so small. Nuk mendoj se keni parë ndonjëherë një devesh të hyjë një gjë kaq të vogël. That's like trying to put me inside this bottle. Është si të më vësh mua brenda atij bidonit. That's not going to happen. Nuk do të ndodhi. All right? And so why is this? Why did Jesus say this? Pse e tha Jezusi këtë? Because they rely on their wealth and not God. Sepse mbajnë te pasuria e tyre dhe jo te Zoti. How many times have you and I prayed things like this? Sa herë ju dhe unë kemi lutur gjëra kështu. Lord, would you just drop a bunch of money on me Zot, do më japësh disa lekë të lutem so I can pay all of my bills and take care of all that I need? që të paguaj të tëra gjërat që kam për të paguar dhe të aq që dua. Miss Valbona said tonight before we started the service, Zonja Valbona tha para se të fillonim shërbesën, I don't want to work anymore. nuk do të punoj më. I'm going to make Dion work and then I'm just going to eat off of what he makes. Dhe do të më bëj mua që të punoj dhe do ha nga leku im. Do you know why the Lord doesn't normally drop a bunch of money on E us? di pse Zoti normalisht nuk na hedh sa lek neve? It's because if the Lord does that, Është sepse nëse Zoti e bën këtë, he knows that he would never see us or hear from us anymore. ai e di që nuk do të na shikoj ose nuk do të na dëgjoj neve na ne përsëri. How many of you believe tonight that's the truth? Sa na ju besoni që është e vërtetë kjo? That's the truth, all right? Kjo është e And vërteta. he knows that he'd never see us or hear from us anymore. Ai e di që s'do të na dëgjonte neve kur, But the Lord will take care of you and your needs. por Zoti do të kujdeset për ju dhe nevojat tuaja. He promises that he'll do that. Ai premton që do e bëj këtë. But one of the warnings tonight Po një nga paralajmërimet sot is that even though we think money will make us happy, është edhe nëse ne mendojmë që paraja do të na gëzojë, the Bible says it will make us miserable. Bibla thotë që ai do të na bëjë mizerabël. It will cause destruction in our Do lives. të bëjë shkatrim në jetën tonë. And it will move us from serving the Lord Do të na lëvizne larg nga shërbimi i Zotit, if we're not careful. nëse nuk jemi të kujdesshëm. And so they must consider the warning that James is giving in our text tonight. Që ata do të konsiderojnë paralajmërimin që Jakobi po jep në këtë tekst. Let's read verse 1 again. Le të lexojmë vargu 1 përsëri. Go to now, you rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. E jani tani, o ju të pasur, qani o lërini për mëndzërat që do të vinë mbi ju. It says, do të vinë. Thot që do të vinë. It will come. Ato do të vinë. That's a promise. Kjo është një premtim. And so wealth is no protection against the judgment of God. Që pasuria nuk është një mbrojtje kundër gjykimit të Zotit. And the rich, most of the time, Dhe të pasurit të shumtët prej kohëve will put their rest in the power that they think they have in their money. do të vënë shplodhjen e tyre në fuqinë e lekëve të tyre. God will give them time to repent, Zoti do t'u jap kohë që ata të pendohen, but no one gets forever to repent. por jo të tërë kanë gjithë kohën e botës për t'u penduar. And that they will face judgment one day. Dhe ata do të përballen gjykimit një ditë. But it's also a warning given to those who gain money by wicked ways. Por gjithashtu është një paralajmërim për ata që morën pasuri në mënyra të liga. Watch this verse in the book of Jeremiah. Shikoni këtë varg në librin e Jeremias. It says, and so he that getteth riches and not by right shall leave them in the midst of his days, and at his end shall be a fool. Dhe ai që pasurohet jo me të drejtë ka për t'i lënë pasuritë në mesin e ditëve të veta dhe në përfundimin e tij ka për të qenë vetë një i marrë. I was speaking with someone the other day here in Vlora. Po flisja me dikë ditën e kaluar këtu në Vlorë, I really don't remember who it was. nuk e marr me të vërtetë se kush ishte, But I was talking about the dream that all of the Albanians have to go to America. por po flisja për të tërë ëndrrën që ne shqiptarët kemi për të vajtë në Amerikë, And many of them have that dream. dhe shumë prej nesh e kanë këtë ëndër. But listen to an American tonight. Por dëgjoni një Amerikan këtë natë, There is no American dream like you see on TV. nuk ka asnjë ëndër amerikane siç shikoni në televizor, There's no American dream like you've heard about. nuk ka asnjë ëndër amerikane që e keni dëgjuar më përpara. I know many Albanians that have left here and gone there. Unë njoh shumë shqiptarë që e kanë lënë Shqipërinë dhe kanë shkuar në Amerikë. We talked about some people from this church that have
have done that. Dhe folëm për disa njerëz nga kisha jonë që e kanë bërë këtë. And we even spoke with one at the dentist office today. Dhe gjithashtu folëm me një tek zyra e denës. And most of all of them that I've met, Dhe shumëta e këtyre që unë kam takuar, they go there and they live miserable lives. ikin atje dhe kanë një jetë tepër të keqe. I would be a liar if I said there were not more job opportunities there. Do të isha një gënjeshtar nëse do thoshja që nuk ka shanse për punë atje. Of course there are more job opportunities. Sigurisht që do të ketë më shumë punë. Of course the money that you can earn there is more. Sigurisht që do të merrni më shumë para atje, But you'll also spend more money. por gjithashtu do të paguani më shumë Then lekë you won't have time to enjoy the money that you make. dhe gjithashtu nuk do të keni kohë të shijoni paranë që bët. You have to give up family. Duhet të lini familjen, You have to give up time. duhet të lini kohën And most people live miserable lives dhe shumëta e njerëzve kanë jetë tepër të keqe because just for money, sepse vetëm për lekun they forsake all of the blessings that God gave to them. ata harrojnë të tëra bekimet që Zoti ju ka dhënë. People ask me all the time. Njerëzit më pyesin të tërë kohën, They say, "Why did you come to Albania?" më thonë pse erdhe në Shqipëri. And I said, "Well, I come because God sent me here." Dhe unë i them, unë erdha sepse më dërgoi Zoti They këtu. said, "You come here, but we spend our whole lives trying to go there." Dhe ata më thonë, ti vin këtu dhe ne përpiqemi tërë jetën të shkojmë atje. And I always tell them, life is so much better here. Dhe i them gjithmonë që jeta është shumë herë më mirë këtu. And they say, "Why do you say that?" Dhe ata thonë, pse e thua këtë? Because here I can take a day and I can go have coffee with my family. Sepse unë këtu mund të marr një ditë, mund të pi një kafe me familjen time. How many times could we do that when we lived there? Sa herë mund ta bënim këtë kur ishim në Amerikë? Oh, never. Asnjëherë. When we make plans with friends, Kur bënim planifikime me miq, we have to make them 2 and 3 weeks ahead of time. do t'i bënim 2 ose 3 javë para kohës, To make sure that all of our schedules work out to just have 10 minutes to have coffee. që të siguroheshim që të ishin në rregull punët tona, të kishim 10 minuta për një kafe. But a lot of people will forsake a good life Por shumë njerëz do të harrojnë një jetë të mirë just to be able to put money in their pocket. vetëm që të kenë lekët në xhep. There is a warning tonight that James is writing about. Jakobi po na jep një paralajmërim në këto shkrime sot, But James takes this even further. por Jakobi e çon edhe më larg. I want you to look now at the shocking word that he gives. Gjithashtu do të shikoni fjalët të ronditse që ai përdor. Look at verses 2 and 3. Le të shikojmë vargje 2 dhe 3. Your riches are corrupted, your garments are moth-eaten, your gold and silver is cankered, and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days. Pasuritë tuaja janë prishur dhe petkat tuaja e kanë ngrënë tenja. Ari dhe argjenda juaj është e zgjyrosur, ndryshku i tyre ka për të qenë dëshmitar kundër jush, e do të haj mishin tuaj si të ishte zjarr. Keni grumbulluar tokë thesare për ditët e fundit. All of those riches, Të tëra këto pasuri, how did that work out for them? si përfunduan për ta? They just proved everything that I said earlier. Ata thjesht vërtetuan çdo gjë që thash më përpara. All of the riches were temporary. Të tëra pasuritë janë të përkohshme. People desire these things, Njerëzit i dëshirojnë këto gjëra and in the end, what have they really gained? dhe në fund çfarë marrin në të vërtetë? The Bible says this in the book of Matthew. Bibla thot këtë në librin e Mateut. It says, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Mos rezervoni për vete thesare mbi dhe ku tenja e ndryshku prishin dhe ku vjedhësit shpërthejnë e vjedhin. Por rezervoni për vete thesare në qiell, atje ku s'prishin as tenja e as ndryshku, dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë e nuk vjedhin dot. Sepse ku është thesari juaj, atje do të jetë dhe zemra juaj. Now, where is our treasure today? Tani ku është thesari jon? The Bible says that there will our heart be also. Bibla gjithashtu thot që atje do të jetë edhe zemra jon. If we spend our entire lives just trying to get more and more and more, Nëse ne kalojmë këtë jetën tonë duke u përpjekur të marrim më shumë edhe më shumë, and we desire more and more and more, dhe dëshirojmë më shumë dhe më shumë, then that will be our reward. atëherë do të jetë kjo çmimi jon. And one day all of it will burn away. Dhe një ditë kjo e tëra do të flakërohet We will have accomplished nothing for the kingdom of God. dhe ne s'do të kemi arritur asnjë gjë për mbretërinë e Zotit. That kind of wealth
Kjo lloj pasurie only gives empty promises. vetëm jep premtime bosh. The things that are labeled here as treasures, Gjërat që janë termuar këtu si pasuri they së say, fesare, it says that they were like trash. thot që janë si plera. Here's what I find funny about this text the most. Ja se çaj që ishe sharake më shumë për këtë shkrim, It says that their wealth became their enemy more than their ally. thot që pasuria e tyre u bë si armiku I tyre dhe jo si aleati I tyre. No amount of money, no matter how much it is, Asnjë lloj pasurie, s'ka rëndësi sa shumë dhe jetë, can give you sleep at night mund t'ju japi gjumë natën, or bring peace to a troubled heart. ose të sjell paqe në një zemër të ngacmuar. So many people work so hard their entire lives, Shumë njerëz punojnë aq fort të jetën e tyre, wanting so much what everybody else has. duke dashur aq shumë na të tjerët shkan. It is a terrible, terrible thing about the generation that is coming up right now. Dhe është një gjë e tmerrshme për gjeneratën që po vinë. They see things that you and I have worked for our whole lives, Shikojnë gjëra që unë dhe ju keni punuar për tërë jetën, and they want it right now. dhe ata e duan tani. And they work so hard Dhe punojnë aq fort to have what we've worked our entire lives for. që të kenë atë që kemi punuar ne tërë jetën tonë, And they will forsake the Lord, dhe do të harrojnë Zotin, church, kishën, their families, familjen and even the rest of their lives, dhe even pjesën tjetër të jetës së tyre, just to make another piece of money. vetëm të kenë një copë tjetër lekë. And you can go find one of these people tonight, Dhe mund të gjeni një nga këta njerëzit sot, and you can ask them if they would do it all the same again. dhe mund t'i pyesin se do ta bëni të tërën përsëri, And I can guarantee you that they would say they wouldn't. e ju siguroj juve që ata do thoshin që do ta bëni, Because in the last days, these things just burn away. sepse në ditët e fundit këto gjëra thjesht bëhen flak. You get older, Meni mosh, your wife and your husband gets older, gruaja ose burri juaj gjithashtu laken, your kids grow up, fëmijët rriten, they get married, ata martohen, they move away, largohen, and you can never get back the time that you had. dhe kur nuk mund t'ju rikthehet ajo koha që dikur kishit. Possessions lose their meaning Pronësit humbin domethënien e tyre that they once had in your life që ato dikur kishin në jetën tuaj, when you don't have anyone to share them with. kur nuk keni dikë për ta ndarë këto pronësi. The love of money, as we mentioned earlier, Dashuria e paras, siç thamë përpara, makes a coveting spirit inside of any person. bën një shpirt, Coveting, like a një want, shpirt, always wanting. një shpirt që do gjithmonë, And the worst part of it all dhe pjesa më e keqe të tërë is kësaj, if you look at these verses closely, nëse shikoni me kujdes këto vargje, they wasted all of the treasures they spent their entire life trying to obtain. i harxuan të tëra këto thesare që punuan tërë jetën për të marrë. How many of you Sa prej jush know people that are always saving some things back in case for bad days? njohin që kështu kursejnë lek për ndonjë ditë që I duhet. That's what these verses are saying. Për këto përflasim këto vargje. They're always putting back some money. Çdo herë po ruajnë parat, Their family is eating rice every night familjet e tyre po han pilav and, çdo ditë. and little pieces of burek. Dhe copa të veç byreku While they've got all these riches hidden in the dolap. dhe kanë të tëra këto pasuri në dollap. For what? For the last days? Për çfarë? Për ditët e fundit. One day all of that's going to burn up. Një ditë të tëra këto do të marrin flak. They wasted it. Ata e harxuan. It says that they had a lot of treasures, Thotë që ata kishin shumë pasuri, but it uses the phrase also for the last days. por përdor frazën për ditët e fundit. In the book of Luke, Në librin e Lukës, Jesus asked a very important question Jezusi bën një pyetje shumë të rëndësishme when he was talking about treasures. kur po fliste për thesaret. He said, "Then whose shall those things be which thou hast provided?" Të kujt kanë për të qenë atëherë ato gjëra që ke siguruar. True wealth tonight Pasuria e vërtet are sot things that are spiritual and for the kingdom of God. janë gjëra që janë shpirtërore dhe për mbretërinë e Zotit. Not material substance and treasures. Jo pasuri materiale. Treasures are a waste Thesaret janë një argjim when they are stored and never used. kur ruhen dhe nuk përdoren kur. And James had a shocking word for these people. Dhe Jakobi kishte një fjalë të rëndit
trondice për këta njerëz. Now, lastly tonight, Dhe së fundmi, I want you to see a solemn witness. do të shikoni një dëshmi solemn. Let's read verses 4, 5, and 6 again. Dua që të lexoni vargjet 4, 5 dhe 6. Ja, mëditja e argatëve që kanë korrur fushat tuaja, të cilën ua keni mbajtur me hile, thëret, dhe britmat e atyre që korën kanë hyrë në veshët e Zotit të Sabaothit. Ju keni jetuar në kënaqësi mbi dhe e jeni ngashnjur. I keni ushqyer zemrat tuaja si në ditën e thërjes së baktisë. Ju e keni dënuar dhe vrarë të drejtin, ai nuk ju reziston. Now, these are prayers that entered into the Lord's ears Këto janë pyetjet që hynë në veshin e Zotit against these people. kundër këtyre njerëzve. They called him the Lord of Sabaoth. E quajtën Zoti I Sabaothit. That word is a military word. Kjo fjalë është një fjalë ushtarake. It means that he is the Lord of the armies of heaven. Ajo do të thotë që është Zoti I ushtrive të parajsës. Every angel Çdo angjëll and mighty creature created by him in heaven dhe çdo krijesë e krijuar nga Ai në parajsë is under his control është nën kontrollin e Tij and only his control. dhe vetëm në kontrollin e Tij. And these people are crying out to the Lord Dhe këta njerëz po I qahen Zotit because they've been done wrong by these wealthy people. se janë bërë me hile nga këta të pasurit. And God is angry with them. Dhe Zoti është I acaruar me ata. The world often looks at Christians Bota shpesh shikon të krishterët like they are helpless victims. sikur janë viktima të pa ndim. They believe that they can take advantage of them Mendojnë se mund të marrin avantazh prej tyre anytime they want to. çdo kohë që ata duan, But God has the armies of heaven at his command, por Zoti ka ushtrit e parajsës në komandën e Tij. and he will use them when needed. E ai do t'i përdori ato kur duan. Look at what the Lord says in the book of Le Romans. të shikojmë se çfarë thot Zoti në librin e Romakëve. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, and I will repay, saith the Lord. Të dashurit e shtrenjtë, mos u akmerrni vet, por përkundrazi bëjni vend mërisë së Zotit, sepse është shkruar: Mua më përket hakmarrja, unë do të shpaguaj, thot Zoti. God will take care of us. Zoti do të kujdeset për neve. But look at these strong things that the Lord says in verses 5 and 6. Por le të shikojmë këto gjëra të forta që Zoti thot në vargjet 5 dhe 6. The Lord is very upset. Zoti është tepër I vërzitur. They live in their own pleasures. Ata jetojnë me kënaqësitë e tyre, They live in their own sins. jetojnë në mëkatet e tyre, And the Bible says they make their hearts fat with their own desires. dhe Bibla thot që ju shëndoshet zemra me dëshirat e tyre. They were killing Christians spiritually, Po vrisin të krishterë në një mënyrë të shpirtërore, financially, në mënyrë financiare and even physically. dhe edhe fizikisht. And God will defend. Dhe Zoti do t'i mbrojë. So let's apply this tonight and then we'll pray again. Që Let's apply this tonight and then we'll pray again. le të ta aplikojmë këtë dhe pastaj do të lutemi. I know this hasn't been a very long message. E di që s'ishte një mesazh I gjatë, We should be careful in our own lives. dhe të jemi të kujdesshëm në jetën tonë. Always turned about by money and wealth. Çdo herë që jemi të kthyer nga leku dhe nga dëshirat tona. I've heard a preacher say this one time, Kam dëgjuar një predikues që e tha këtë një herë and I can tell you that it's 100% right. dhe mund t'i them që është 100% e saktë. He said, if you determine what you do for God Dhe ai thot nëse ju vendosni se çfarë bëni për Zotin, by what your wallet or your bank account says, për çfarë thot xhepi juaj ose akaunti juaj bankës then thot, you'll never do anything for God. atëherë kur nuk do të bëni ndonjë gjë për Zotin. There are so many that claim to love God, Ka shumë që thonë që e duan Zotin, but they will take jobs po do të marrin punë that will keep them away from church. që do t'i largojnë nga kisha, And if something is given to you that will keep you away from church and the things of God, dhe nëse diçka juve ju jepet që do t'ju largojnë nga kisha dhe nga gjërat e Zotit, I can promise you tonight, ju premtoj, it was not given by God. nuk ju është dhënë nga Zoti. You can try to explain it away that you want to, Mund ta shpjegoni në çdo lloj mënyre që ju dëshironi, but it was not given by God. por nuk ishte dhënë nga Zoti. And tonight there's even people here, That's what- or people not here, Dhe sot ka edhe njerëz që nuk janë këtu that say, well, God gave me this, and that's the reason I can't be there on Wednesday night. dhe thonë që o Zoti më dha këtë dhe kjo është arsyeja pse unë nuk mund të jem të mërkura. I'm sorry, God did not give you that thing.
Më vjen keq, por Zoti nuk ju dha këtë gjë. The Bible says that those people love money. Bibla thot që këta njerëz e duan paran. And what does the Bible say Dhe çfarë thot Bibla about the love of money? për dëshirën e paras, That it's the root of all evil. që është rënja e të tërë të këqijave. We should not live for money. S'duhet të jetojmë për paran, We should live for Christ. duhet të jetojmë për Krishtin. And if we live for Christ and put Him in the center of everything we do, Dhe nëse jetojmë për Krishtin dhe vëmë atë në qendrën e çdo gjëje që bëjmë, He will take care of us. ai do të kujdeset And we can live in the full promises of God. dhe ne mund të jetojmë në premtimet e plota të Zotit. The love of money would just leave us empty. Dashuria e paras thjesht do të na lë bosh. Then there are times that we're done wrong by people. Dhe gjithashtu vjen kohë që ne njerëzit na trajtojnë keq. And I know that in the context it's talking about wealthy people. Dhe unë e di që në të kontekst po flet për njerëzit e pasur, But for example, let's just use and say all people. por për shembullin le të përdorim të tërë njerëzit. There are times that we're done wrong by people. Ka disa kohë që ne trajtohemi keq nga njerëzit. The Lord of all of the armies of heaven Zoti I të tërë ushtrive të parajsës sees that. e shikon. And if we will just cry out to Him, Dhe vetëm nëse do të qajemi atij, He will take care of it. ai do të kujdeset për atë. Let us not take these things into our own hands, Le mos t'i marrim këto gjëra në duart tona, but let us rely on the Lord. por le t'i lëmë në duart e Zotit. All right, well, let's pray tonight. Le të lutemi.